ai i cili e shikon, ka bazë për të filluar hetimin? Ku mund t'i marrim ne provat? Përveç se ata që e kanë tagrin për ta bërë një gjë të tillë. Atëherë, shkurt për publikun, kam marrë 2 dosje më pikante që janë në SPAK për hetime dhe për të parë publiku se jo vetëm gënjeshtra dhe mashtrimi i zotit Braho është shkelje e ligjit, është përdorim detyre, pra është vepër penale, por nga ana tjetër, qofsha e gabuar, unë e shikoj si një thirrje që i bëhet krimit organizuar, që vazhdoni edhe në zgjedhjet e 2027-s, sepse ne do t'i konsiderojmë si perceptime. Qofsha e gabuar. Atëre, këtu kemi një vendim të prokurorisë së krimeve të rënda, të 2016-s, që i kërkohet gjykatës së krimeve të rënda, ish gjykatës që sot është GKK-ja, vëni në përgjim të një numër telefoni. I kujt është ai numër telefoni? Atëre, përveç disa numrave të tjerë, është ky numri i telefonit dhe është dhe, që do ta them pak më poshtë, është dhe Agron Malaj. Jemi ke zgjedhjet e Dibrës. Po flasim për dosjen 184. Dhe ajo që është e rëndësishme në krye të argumenteve të prokurorit dhe për këtë dosje i nderuari Gentian Trenova u shkarkua. Ka analizuar dhe veprat penale. Po, krimi e pjesëmarrjen në grup strukturuar kriminal. Ja, akuza më e rëndë që ka kodion penal. Dhe që lidhet dhe me krimin zgjedhor. Numri për cilën kërkohet, përveç numrave të tjerë, është 069 68 13 402. Okej. Vihet në përgjim ky numër apo? Vihet në përgjim, ja, ku është dhe vendimi i gjykatës. E quan të arsyeshme kërkesën e prokurorit dhe vihet në përgjim. Pra miratohet kërkesa e prokurorit. Ja ku e kemi dhe përgjimin. Ja ku kemi dhe komunikimin. Është numri 069 81 3402. Tani ky interesohet për dosjen 184. Qa po bëhet? Sepse duhet ta kuptoj publiku, kush e çoi dosjen 184 në Dibër? E çoi Klodian Braho. Pra, nëse kishte mbi 1 vit që punonte Gentian Trenova, Klodian Braho në këmbim të ofertës së kalimit të vettingut ka lexuar 64.000 faqe përgjime për 3 ditë dhe ka bërë ndryshimin e kualifikimit të veprës penale dhe ka deleguar në prokurorinë e Dibrës. Pra është po ky prokuror që sot drejton SPAK-un, që na shet mashtrime dhe gënjeshtra, duke na thënë që janë perceptime. Perceptimi është ky, që i thot shkova o interesova. Ku shkoi ky u interesua? Me kë foli ky? Personi që ka këtë numër është bashorti i ish drejtuese së prokurorisë së Dibrës. Pra, zonja që kishte dosjen, kishte dhe burrin në përgjim. Ja ku kemi dhe komunikimet. Pyeta thot, asnjë rast, asnjë gjë konkrete, do shkoj nesër të pyes prap. Thot ky zotria. Tani, dosja përpara se të shkonte tek Klodian Braho, shpejt e shpejt, ka shkuar ke prokurori Vladimir Mara. Tani, Vladimir Mara thot që unë do heq dorë, thot nga kjo dosja, thot se kam shumë ngarkesë. Ndërkohë, ka gënjur dhe Vladimir Mara se